Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV. Me mua Tirona Lilin për të diskutuar pak dinamikat edhe ngjarjet që po ndodhin në Big Brother VIP Kosova. Hyrja e Limit ka trazuar jo vetëm shtëpinë, por ka trazuar të gjithë rrjetin. Banorja në fakt e cila e përjetoi më keq dhe e përjetoi me shumë dhimbje këtë hyrje ishte Alba Pollozhani, ndërsa banorja që e priti me shumë kënaqësi dhe ishte shumë e lumtur nga hyrja e Limit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ishte Bia Khalifa. Por kjo hyrje ka ngritur shumë pikpyetje të mëdha. Me patjetër që banorët harrojnë që ka kamera, banorët harrojnë që ndiqen 24/7 dhe unë kam thënë që publiku është detektiv në këtë lojë, hulumton, zbulon, kapën momente, bën screen momente që në fakt publikohen edhe në TikTok. Një video bën xhiron e rrjetit ku Limi thot nuk kam dashur që të hyj, por më kanë detyruar që të hyj në Big Brother VIP Kosova, që në fakt lë kuptimin dhe nënkupton që ndoshta qëndrimi i tij në ditë paguhet shumë dhe Limi e ka për detyrë që të rritën shikueshmërinë. Që në natën e mbrëmshme Limi dha një mesazh që qëndroni të gjithë me kanalin të Big Brother VIP Kosova për të parë këtë lojën. Por pikpyetja është, a e ka ditur Alba, a ka patur Alba informacion nga produksioni që Limi do t'ishte pjesë e këtij spektakli? Tani kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe, unë do të bëj një analizë. Ju e dini shumë bukur që Alba ka bërë luftën e madhe për Stiqin, ka komentuar Stiqin, ka folur për Stiqin, kush i prekte Stiqin në shtëpi ishte i kryqëzuar nga ana e Albës dhe pikërisht në momentin që Limi do të vinte, 2 ditë përpara, Alba heqën krejtësisht Stiqin, që kjo nuk kupton që Alba ka patur ndoshta një informacion që Limi mund të jetë pjesë e kësaj platforme. Natën e mbrëmshme Alba e priti shumë me lot këtë pjesën, por ditën e sotme, siç duket, Alba është duke e vënë Limin para në lojë. Ajo e mori me shumë sportivitet, e mori me shumë dashuri, ka pastruar të gjithë shtëpinë, ka gatuar ushqimin, ka gatuar drekën, ka gatuar mëngjesin dhe pikërisht domethënë kjo gjë e ka nxjerr Albës një anë krejtësisht tjetër. Tani Limi tha që unë do shoh lojën time, por në thelb Limi i qëndron Albës shumë afër. A është Limi i detyruar nga produksioni që të bën këto veprime, apo thjesht domethënë nuk mund të gjen veten nëpër shtëpi sepse sikur dita e parë ka qenë shumë i heshtur, por që këtu ka një sekret shumë të madh, që Alba dhe Limi ta shndrojnë në fenomen këtë Big Brother, kjo as që diskutohet.